Bashkia e Imarës po vjon të mbështesë organizimin e festave dhe aktiviteteve të takimit të brezave në fshatrat e saj. Kjo është konfirmuar për televizionin 6+1 Vlora nga nënkryetari i bashkisë Thimio Gjinuci. Sipas Gjinucit, ky është viti i dytë që Bashkia e Imarës kontribon dhe mbështet organizimin e këtyre aktiviteteve, të cilat kanë sjellë një pjesëmarrje të madhe të banorëve, por edhe të njerëzve që rikthehen nga emigracioni apo qytetet të tjera të vendit. Po, është viti i dytë që ne si bashki kemi këtë traditë, kontribuojmë, ndihmojmë dhe pam që vitin e kaluar pjesëmarrja shumë e madhe. Kjo na dha fuqi për të bërë një organizim akoma më i mirë këtë vit dhe shikojmë rezultatet në të gjitha fshatrat. Vëmendja e Bashkisë Imarë ndaj fshatrave nuk është kufizuar vetëm të aktivitetet kulturore. Investimet në infrastrukturë, sipas bashkisë, synojnë t'u japin këtyre zonave më shumë vlerë dhe mundësi zhvillimi. Një prej ndërhyrjeve është edhe riabilitimi i rrugës së Vranishtit, e cila lidh fshatin me zonat përreth dhe përmirëson aksesin për banorët dhe vizitorët. Unë do t'ju them këtë që është ere parë që vi në fshatin e Vranishtit dhe kur u futëm në hyrje, mendoja se do futa në një qytet. Por është një fshat shumë i bukur dhe kjo rruga i jep akoma më shumë vlerë, pashë dhe sheshi është i mbaruar dhe vazhdojnë investimet, po do të theksoj çështjen e rrugës, unë nuk desha të mbaronte rruga. Ishte kaq e bukur dhe gëzojmë që edhe njerëzit dhe fshatarët e Vranishtit e shijojnë dhe është shembull për ne që të vazhdojmë dhe për fshatrat e tjera. Kryetari i Bashkisë Imarës Vangel Tavo u vlerësua me certifikat mirënjohje nga banorët e Vranishtit në shenjë vlerësimi për mbështetjen dhe investimet realizuara në këtë zonë. Për këtë vlerësim, nënkryetari i Bashkisë Imarës Thimio Gjinuci vlerësoi punën e kryetarit të bashkisë, duke theksuar se mbështetja për komunitetet dhe fshatrat do të vijojë. Sipas tij, dëshira e Bashkisë Imarë është të bëjë më të mirën për komunitetin, si përmes investimeve në infrastrukturë, ashtu edhe përmes mbështetjes së aktiviteteve që ruajnë traditat dhe sjellin banorët së bashku. Kryetari i Bashkisë Vangel Tavo, çfarë them unë për Vangel Tavon, unë kam 2 vjet që punoj me kryetarin Vangel Tavo dhe shikoj punën e tij, shikoj vëmendjen e tij. Shikoj 12, 13, 15 orë në ditë punë dhe duam të vazhdojmë dhe të punojmë dhe këto ëndra dhe dëshirat që kemi bashkë me ato të realizojmë.